Pjesa e 5. Kur jeta hap një derë të re. Pas takimit me lexuesit, Mira e ndjeu se jeta e saj kishte hyrë në një kapitull të ri. Nuk ishte më ajo gruaja që fshihej pas perdeve të shtëpisë, duke pritur që dita të mbaronte pa ndonjë fjalë të rëndë. Tani ajo dilte para njerëzve, fliste, lexonte dhe nuk turpërohej më nga e kaluara e saj. Megjithatë, sa herë kthehej në shtëpi dhe mbetej vetëm, e kuptonte se brenda saj jetonin ende dy Mira. Njëra ishte gruaja e fortë që fliste para të tjerëve. Tjetra ishte vajza e vogël, që dikur nuk u pyet për fatin e saj. Ajo nuk donte ta zhdukte atë vajzë të vogël nga vetja. Donte ta përqafonte. Donte t'i thoshte, nuk ishte faji yt. Dhe ndoshta shërimi fillon pikërisht aty, kur njeriu më në fund ndalon, së fajsuari vetëm për plagët që ja shkaktuan të tjerët. Drita, vajza e Mirës, po rritej me një sy tjetër për jetën. Ajo shiht nënën si grua të fortë, por edhe si njeri që dinte të qante. Kjo mësoj se forca nuk është gur, por zemër që thyhet dhe prap vazhdon të rra. Një ditë, Drita erdhi nga shkolla me fytyrë të menduar. Mira e pa me njëherë se diçka nuk shkonte. Çfarë ke, bia ime? E pyeti butë. Drita ul pranë saj. Një shoqe në klasë tha se nëna e saj gjithmonë i thotë, mos fol shumë, se vajzat që flasin shumë nuk i do askush. Mira u drodh për brenda ishte njëjta fjali, me forma të ndryshme, që kishte ndjekur gratë për breza. Dhe ti çfarë i the? Pyeti ajo. I thash se vajzat nuk lindin për t'u dashur nga të gjithë lindin, për të mos e humbur veten. Mira e përqafoi fort. Në atë çast e kuptoi. Një zinxhir i vjetër po këputej. Adriani e shihte ndryshimin e Mirës me admirim të qetë. Ai nuk i duar trokiste me zhurmë, nuk e mbushte me lavdet e tepruara, por e respektonte në mënyrën më të bukur, duke lënë të ishte vetvetja. Një mbrëmje, ata ecën gjatë në për rrugën pranë lumit. Vjeshta kishte filluar të ngjyroste gjethet, dhe era mbante aromë lagështie. Mira ecte ngadalë, me duart në xhepa. Ndonjëherë kam frikë se po mësohem shumë në qetësinë, tha ajo. Adriani e pa me kujdes. Pse të frikson qetësia? Sepse gjithë jetën kam jetuar duke pritur shtuhin, kur gjithçka është mirë. Më duket sikur diçka e keqe do të ndodhë. Ai nuk u përpoq ta binte me njëherë, vetëm tha, atëherë do të rrim këtu derisa zemra jote ta kuptoj, se jo çdo qetësi është paralajmërim dhimbjeje. Disa qetësi janë dhuratë. Libri i Mirës filloi të lexohej nga shumë gra. Disa ja shkruanin letra të gjata, disa i dërgonin mesazhe të shkurtra, disa vetëm e ndalnin në rrugë dhe përqafonin pa folur. Një letër e preku veçanërisht ishte nga një grua që jetonte në një qytet të largët. Ajo shkruante: e lexova historinë tënde fshehurazi, natën, pasi të gjithranë në gjumë. Kam një jetë që nuk flas. Kam menduar se jam e vetmja që ndej boshllëk.
por ti më tregove se dhimbja ime ka emër. Nuk e di ende, a kam guxim të ndryshoj jetën time, por sot për herë të pare pranova se nuk jam e lumtur. Mira e mbajti letrën gjatë në dorë. Nuk e njihte atë grua, por e ndjeu sikur e kishte motër në shpirt. Atë natë, ajo shkroi në fletoren e saj. Nëse një fjalë, e imja e bën një grua të mos dihet vetëm, atëherë dhimbja ime nuk ka kaluar kot. Baba i Mirës filloi të vizitonte më shpesh. Në fillim vinte i heshtur, sikur kishte frikë të mos thoshte prap diçka të gabuar. Mira nuk ja hapi me njëherë gjithë zemrën, por nuk ja mbylli as derën. Një pasdite, ai soli një qese me mollë nga kopshti i vjetër i shtëpisë. Janë nga pema që ke dashur kur ishe fëmijë, tha ai. Mira mori një mollë në dorë, u kthye pas në kohë, i u kujtua vetja e vogël, duke u ngjitur në degë, para se jeta t'i vendoste rregulla të rënda mbi supe. A e mban mend kur më thoshe të mos ngjitesha se do të bija? Pyeti ajo. Baba i buzëqeshi me trishtim. Po gjithmonë kishe dëshirë të ngjiteshe lart. Pastaj më mësua të mos ngjitesh askund, tha Mira butë. Ai uli syt nuk u mbrojt. Tani po të shoh duke u ngjitur përsëri. Bi, Mira nuk foli, por zemra ju zbut pak. Një ditë, Mira mori ftesë të fliste në një shkollë të mesme. Tema ishte zëri i gruas dhe e drejta për të zgjedhur jetën. Në fillim u friksua. Të fliste para grave ishte një gjë, por para vajzave të reja ishte diçka tjetër. Ajo e dinte se fjalët që do të thoshte mund të mbeteshin gjatë në mendjen e tyre. Dhe kjo e tremte, por edhe e përgjegjësonte. Në salë ishin shumë vajza, disa me sy kureshtar, disa të turpshme, disa të heshtura. Mira u ngrit dhe për disa qaste nuk foli. Pastaj tha: nuk kam ardhur t'ju mësoj si të jetoni. Kam ardhur t'ju them vetëm një gjë. Mos ja dorëzoni askujt të drejtën për të vendosur kush jeni. Në salë ra heshtje, ajo vazhdoi. Dashuria nuk duhet t'ju bëj të vogla. Familja nuk duhet t'ju mbyll gojen, tradita nuk duhet t'ju marr frymën. Disa vajza ulën kokën, disa të tjera e pan drejt në sy. Mira kuptoi se fjala kishte hyrë aty ku duhej. Pas ligjëratës, një vajzë ju afrua Mirës. Ishte rreth 16 vjeç, me flokë të lidhura dhe me sy që mbanin shumë pyetje. A mund t'ju pyes diçka? Tha ajo me zë të ulët. Patjetër, u përgjigj Mira. Vajza hezitoi. Po nëse familja mendon se po bën më të mirën për ty, por ti ndihesh sikur po mbytesh. Mira e pa me dhimbje, e njohu atë ndjesi. Ishte ndjesia një dere të mbyllur që të tjerët e quajnë mbrojtje. Donjëherë njerëzit na duan në mënyrën që din, por jo gjithmonë në mënyrën që na duhet, tha Mira. Dashuria e familjes nuk duhet të marrë zërin, mund t'i respektosh prindërit dhe prap të thuash se ke shpirtin tënd. Vajza i mbushi syt me lot. Kam frikë. E di, tha Mira, por frika zvogëlohet kur nuk e mban vetëm. Ajo ja dha numrin,
e një qendre këshillimi. Atë mbrëmje, Mira u kthye në shtëpi e lodhur, por e mbushur me një ndjenjë të rekuptimi. Drita po bënte detyrat në tavolinë, dërsa djali po vizatonte. Një shtëpi me pemë përreth. Si shkoj? Pyeti Drita. Mirë, tha Mira, por ishte e rëndë. Pse? Mira ul pranë saj. Sepse pash shumë vajza që mbajnë pyetje në sy vajza, që ndoshta kanë nevojë vetëm për diktu thotë se nuk janë gabim pse duan të zgjedhin jetën e tyre. Drita mendoi pak. A do të shkruash edhe për to? Mira buzëqeshi. Ndoshta po. Djali ngriti vizatimin. Unë bëra një shtëpi pa gardh, tha ai. Mira e pa vizatimin, shtëpia ishte thjesht, me dritare të mëdha dhe pamur rrethues. Pse pa gardh? Pyeti ajo. Sepse njerëzit që duhen nuk duhet të mbyllen brenda. Mira ndjeu një therrje të ëmbël në zemër. Fëmijët e saj po rriteshin më lirë se ajo. Sokoli, pas takimit me Mirën, kishte filluar të ndryshonte ngadalë, por jo në mënyrë të menjëhershme. A ishte njeri i formuar nga vite zakonesh, krenari dhe mendësie të vjetër. Një pjesë e tij ende donte ta shihte veten si viktim të turpit, jo si shkaktar të dhimbjes. Por fjalët e Dritës nuk i hiqeshin nga mendja. Nuk dua të kem frikë nga njerëzit që i njoh. Ai filloi të mendonte për herët kur kishte ngritur zërin, për heshtjen e Mirës, për sytë e fëmijëve, për mënyrën si e kishte trajtuar shtëpinë, si vend ku fjala e tij duhej të ishte ligj. Një natë, beti vetëm në dhomë, dhe për herë të parë ndjeu se muret e shtëpisë ishin shumë të ftohta. Më parë mendonte se shtëpinë e kishte mbajtur. Ai tani po kuptonte se shtëpinë e kishte mbajtur Mira. Me durim, me punë dhe me heshtje. Dhe kur heshtja e saj iku, shtëpia mbeti bosh. Adriani e kërkoi Mirën për martesë. Një mbrëmje të thjeshtë, pa bujë. Nuk ishte muzikë, nuk ishte njerëz, nuk ishte tryezë të madhe. Ishin vetëm ata dy, në një park të vogël, ku gjethet binin ngadalë mbi tokë. Ai nuk zori me një herë unas, se pari i tha. Nuk dua të kërkoj si njeri që do të plotësoj jetën time. Dua të pyes nëse dëshiron të ndërtojmë një jetë ku secili prej nesh mbetet i lirë, por zgjedh të rri pranë tjetrit. Mira e dëgjoi me lot në sy. Kam frikë nga martesa, tha ajo sinqerisht. E di, u përgjigj ai. Prandaj nuk dua të premtoj se martesa jon do të jetë pa vështirësi. Dua të premtoj se nuk do ta përdor kur dashurinë për të kontrolluar. Mira e pa gjatë. Kjo ishte fjalia që zemra e saj kishte pritur gjithë jetën. Më duhet kohë, tha ajo. Adriani buzëqeshi. Dashuria që të do vërtet nuk të nxiton. Mira nuk i dha përgjigje me njëherë. Ajo e donte Adrianin, por kishte mësuar se dashuria nuk mjafton nëse njeriu humb veten. Për disa javë me radhë ajo mendoi gjatë, shkroi në fletore, foli me fëmijët, dëgjoi zemrën e saj dhe për herë të parë nuk lejoi që askush ta shtynte drejt një vendimi.
Drita e pyeti një ditë. A do të martohesh me Adrianin? Miro befasua nga pyetja drejt për drejt. Nuk e di ende. Ai është i mirë, tha Drita. Po, është. Por ti duhet të martohesh vetëm nëse edhe kur je me të, dihesh prap vetvetja. Mire shikoi vajzën me habi. Fjalët e saj ishin të pjekura për moshën që kishte. Kush ta mësoi këtë? Pyeti ajo. Drita buzëqeshi. Ti. Mira qeshi me lot në sy. Do njëherë fëmijët na kthejnë mësimet që ne ua kemi dhënë pikërisht kur kemi më shumë nevojë ti dëgjojmë. Një pasdite, Mira shkoi te varri i Ilirit. Bashkëshortit të saj të parë nuk ishte qenë aty prej kohësh. Rruga drejt varrezave i duki si udhëtim në një jetë tjetër. Ajo mbante në dorë disa lule të bardha. Ul pranë varrit dhe qëndroi gjatë pa folur. Era lëviste lehtë barin, ndërsa qielli ishte i kthjellët. Më fal që kam ardhur kaq rrallë, peshpëriti ajo. Ndoshta kam pasur frikë të kthehem të dhimbje e parë. Ajo preku gurin e ftohtë. Ti ishe pjesa e bukur e një jetë që u ndërpre. Për shumë vite mendova se nëse doja dik tjetër, do të traftoja ty. Por tani e kuptoj se dashuria e vërtet nuk burgos as nga varri. Lotët i ran ngadalë. Unë do të vazhdoj të të mbaj në një vend të qetë të zemrës, por nuk dua të jetoj më si njeri, i varrosur bashkë me kujtimet. Kur unë ngrit, ndjeu një lehtësi të dhimbshme. Pas vizitës te varri i Ilirit, Mira u kthye në shtëpi më e qetë. Jo sepse dhimbja kishte ikur, por sepse ajo më në fund e kishte vendosur në vendin e saj. E kaluara nuk duhej mohuar, por as nuk duhej lejuar të sundonte gjithë të ardhmen. Atë mbrëmje, ajo e thiri Adrianin. Dua të flasim, i tha. Ata u takuan pranë bibliotekës së qytetit për Mirën. Biblioteka kishte gjithmonë kuptim të veçantë. Aty kishte gjetur shumë libra, por mbi të gjitha kishte gjetur fjalët që dikur i mungonin. Kam menduar shumë, tha ajo. Adriani e dëgjoi pa e ndërprerë. Nuk dua të martohem, sepse kam nevojë të më shpëtoj dikush. Nuk dua të martohem nga frika e vetmisë. Nuk dua të martohem sepse njerëzit mendojnë se kështu duhet. Atëherë pse do të martohesha? Pyeti ai butë. Mira buzëqeshi. Sepse kur jam pranë teje, nuk dihem më pak vetja, dihem më shumë vetja. Adriani uli kokën syt, ju mbushën me lotë. Mira pranoi të martohej me Adrianin, por me një kusht të rëndësishëm. Ceremonia të ishte thjesht dhe pazhur. Ajo nuk donte dasmë të madhe ku njerëzit vinin më shumë për të komentuar sesa për të uruar. Donte vetëm fëmijët, disa miq të afërt, baban e saj dhe disa gra që kishin mbështetur në ditët më të vështira. Kur ja tha këtë Adrianit, ai qeshi. Unë do të martohesha me ty, edhe në një dhomë të zbrazët, mjafton që ti të hysh aty me zemër të qetë. Mira ndjeu, edhe një herë pse e donte, ai nuk kërkonte pamje, nuk kërkonte dëshmi para botës, nuk kërkonte të fitonte mbi të kaluarën e saj. Ai kërkonte vetëm një jetë të ndeshme pranë saj. Drita u gëzua, por u përpoq të dukej serioze. Ka
kam vetëm një kërkesë, tha ajo. Çfarë? Pyeti Mira. Dua të mbaj unë lulet. Djali tha me njëherë. Unë dua të mbaj unë azat. Mira i përqafoj të dy kjo ishte familja që kishte ndërruar. Ju e përkryer, por e ngrot. Baba i Mirës, kur e mori vesh vendimin, Heshti për një kohë. Mira priti me qetësi. Dikur do t'ishte dridhur nga mendimi se mos saj nuk pajtoj. Tani nuk kërkon të leje. Kërkon të vetëm të dinte nëse ai do të ishte i pranishëm si baba. A je sigurt? Pyeti e më në fund. Mira shikoi drejt. Këtë herë po, sepse këtë herë vendimin e mora vetë. Ai uli kokën. Atëherë do të vi. Mira ndjeu diçka të ngrohtë në krahëror. Nuk dua të vish për njerëzit, baba. Nuk dua të vish për zakon, dua të vish vetëm nëse gëzohesh për mua. Plaku i mori dorën. Po mësoj vonë. Bi, por po mësoj. Kam humbur shumë vite duke menduar për fjalën e botës. Nuk dua ta humbas edhe këtë ditë duke qenë baba i ftohtë. Mira nuk e përqafoi me njëherë. Pastaj, ngadalë, ju afrua dhe mbështeti kokën në krahërorin e tij. Ishte përqafim i vonuar, por i vërtet. Dita e martesës erdhi e qetë, me diell të butë dhe erë pranvere. Mira nuk veshi fustan të madh. Zgjodhi një fustan të thjesht, elegant, me ngjyrë të bardhë të butë. Në flok vendosi vetëm një lule të vogël. Kur u pa në pasqyrë, për një çast ju kujtua nusja e re që dikur ishte larguar nga shtëpia pa e ditur ku po shkonte. Ajo vajzë kishte qenë e friksuar, e papjetur, e dorëzuar në duart e fatit. Sot, para pasqyrës, qëndronte një grua tjetër. Një grua që kishte qarë, kishte humbur, kishte duruar, kishte rënë dhe ishte ngritur. Një grua që më në fund po shkonte drejt dashurisë me këmbë të veta. Drita hyri në dhomë, me lulet në dorë. Nën, je shumë e bukur, tha ajo. Mira buzëqeshi. A duke me lumtur, drita e pa me kujdes, duke lirë. Kjo ishte fjala me e bukur që Mira mund të dëgjonte atë ditë. Ceremonia u mbajt në një kopsht të vogël, pra një shtëpie të vjetër me dritare të mëdha. Nuk ishte shumë njerëz, por kishte shumë dashuri. Gratë që e kishin mbështetur, Mirën ishin aty, disa me lot në sy. Babai rrinte në rreshtin e parë i heshtur, por me fytyrë të butë. Adriani e priti pranë një harku të zbukuruar me lule. Kur Mira u afrua, ai nuk e pa si njeri që kishte ardhur për ta plotësuar, por si grua që kishte ardhur me gjithë historinë e saj, me plagët, forcën, fëmijët dhe dritën e vetë. Djali vogël soli unazat. Duart i dridheshin pak nga emocionet. Adriani u ul në gjuhën para tij dhe i tha: "Faleminderit që po na i beson." Djali buzëqeshi me krenari. Kur erdhi momenti i betimeve, Mira tha: "Unë nuk të premtoj se nuk do të kem frikë kurrë, por të premtoj se nuk do të fshihem më pas frikës." Adriani u përgjigj: "Unë nuk të premtoj jetë pas tuaj, por të premtoj se nuk do të bëhem stuhja jote." Pas ceremonisë,
Nuk pati ajnë të madh, por pati një drek të ngrohtë. Njerëzit folën, qeshën, kujtuan dhe uruan. Mira ndjeu se për herë të parë një martesë e saj nuk ishte marrëveshje mes të tjerëve, por zgjedhje e zemrës së saj. Në një moment babai u ngrit të gjithheshtëm. Ai nuk ishte njeri që fliste shpesh para të tjerëve. Kam bërë gabime, tha me zë të ngadalt. Gabime që nuk i shlyen një fjalë. Por sot dua të them diçka para të gjithëve. Vajza ime nuk është turpi im. Vajza ime është krenaria ime. Mira mbuloi gojen me dorë. Lotët i rodhen pa zë. Babai vazhdoi. Njeriu plaket duke menduar se di gjithçka. Por ndonjëherë duhet të plakesh për të kuptuar se ke ditur shumë pak. Sot jam këtu jo për zakon, por për dashuri. Mira u ngrit dhe përqafoi, këtë herë pa hezitim. Disa falje vinë vonë, por kur janë të vërteta, prap sjellin dritë. Jeta pas martesës me Adrianin nuk u bë për rallë e lehtë. Kishte ditë të lodhshme, llogari për të paguar, fëmijë që së murreshen, kujtime që ktheheshin pa paralajmërim, dhe debate të vogla si në çdo familje. Po ndryshimi ishte i madh në këtë shtëpi. Zëri i Mirës dëgjoi. Kur ajo ishte e lodhur, Adriani nuk i thoshte se po ankoj, i thoshte: "Ulu pak sot e marrëm pjesën tjetër." Kur ajo trembej pa arsye të dukshme, ai nuk e quante të dobët, i thoshte: "Je sigurt kjo është shtëpia jote." Kur fëmijët gabonin, ai nuk grinte dorë, nuk përplaste dyr, nuk i tremte me heshtje, ulej dhe fliste me ta. Drita një ditë i tha nanës: "Në këtë shtëpi, edhe kur dikush zamërohet, nuk më duket sikur bota po prishet." Mira e kuptoi se fëmijët nuk kishin nevojë për shtëpi pa konflikte. Kishin nevojë për shtëpi ku konflikti nuk kthehej në frikë. Libri i dytë i Mirës filloi të merrte formë. Ajo titulloi Shtëpia pa frikë. Nuk ishte vetëm vazhdimi i historisë së saj, por një libër për mënyrën se si njeriu ndërton jetë të re pas viteve të dhimbjes. Ajo shkruante për traumat e heshtura, për frikën që mbetet në trup, për fëmijët që mësojnë nga mënyra si prindërit sillen, për gratë që ngatërrojnë durimin me dashurinë, dhe për burrat që mendojnë se autoriteti është më i rëndësishëm se butësia. Por ajo shkruante edhe për shpresën, për faktin se njeriu mund të ndryshojë, se familjet mund të shërohen, se prindërit mund të kërkojnë falje, se fëmijët mund të rriten ndryshe nga plagët e prindërve. Një natë, Adriani lexoi disa faqe dhe tha: "Ky libër nuk është vetëm për gratë, është edhe për burrat që duan të mësojnë, të mos janë kopje dhimbjeve të baballarëve të tyre." Mira e pa me mirë njohje. Atëherë ndoshta ja vlen ta shkruaj deri në fund.